أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm e këtë xhami, pas falëndrimeve të sinqerta dhe të thella që burojnë nga thellësia e zemrës për Allahun e Madhërisëm, i cili është i denjë dhe i meriton të gjitha këto mirënjohje, falëndrime tona, dhe salavatet dhe selamet ja dërgojmë njeriu më të mirë në fytyrën e tokës, njeriun që Allahu e zgjodhi të jetë vula e pejgamberisë, njeriun të cilën Allahu e zgjodhi që me të ta sjellë shpalljen e fundit të tij, të udhëzon njerëzimin ka e mbara dhe e mira, dhe ta çon njerëzimin rrugës së shpëtimit dhe xhenetit. Fillojmë mësimin e radhës nga rrëfimet kuranore të atyre mësimeve që na i kemi quajtur gjithashtu tregimet më të vërteta për njerëzit më të mirë. Sot e fillojmë një serial të ri të këtyre rrëfimeve kuranore. Fillojmë të flasim për Ibrahimin alayhis salam dhe dy djemtë e tij, Ismailin dhe Ishakin alayhimus salatu wassalam. Besoj që në këto kuvende në të cilat do flasim për këtë pejgamber të madh dhe dy djemtë e tij, do ketë çka flitet, çka thuhet. Do ketë shumë gjëra të cilat mësohen dhe që na ndihmojnë në perceptimin e realiteteve tona dhe na ndihmojnë t'u japim përgjigje dilemave dhe problemeve me të cilat ballafaqohemi ne sot si musliman, si besimtar, si monoteist, përballë krejt atyre idhujtarëve, jo besimtarëve, ateistëve, agnostikëve kështu me radhë. Ibrahim alayhis salam ndryshe njihet si Ebul Anbiya, baba i pejgamberëve, jo vetëm se ishte babi i Ismailit dhe Ishakut, por edhe sepse prej tyre bijve të tij erdhën edhe shumë pejgamberë tjerë. Kështu që pasi të përfundojmë tregimin e Ibrahimit alayhis salam dhe dy bijve të tij, shumë pejgamberë tjerë që do përmenden do jenë me përjardhje që përfundonte Ibrahimi alayhis salatu wassalam. Normalisht duke pas parasysh se ky njeri quaj edhe Ebul Anbiya, baba i pejgamberëve, që tregon rëndësinë të cilën e ka ky pejgamber, edhe Kurani fisnik i ka dhënë rëndësinë e duhur. Andaj nëse na e ulumtojmë Kuranin dhe interesohemi se për cilin pejgamber mas shumë t'i flet Kurani, dhe e shohim se i dyti me radhë është Ibrahimi alayhis salam, për të cilin Allahu Dhul Xhelal flet në 69 ajete në 25 suret Kuranit. E kush është i pari? Musa alayhis salam, për të cilin flet Allahu Dhul Xhelal në 136 ajete kuranore, në gjithë Kuranin. E kush është pejgamberi që mas paku përmendet në Kuran? Kush? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. 4 herë përmendet me Muhammed, një herë me Ahmed, kur flet për Isa alayhis salam që ka lajmëruar për pejgamberin që vjen pas. Edhe njëra për argumenteve se Kurani nuk është libri i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është nuk i fakt. Se zakonisht njerëzit kur shkruajnë libër kanë
me nën vetdijen e tyre e përmendin emrin e vet në forma të ndryshme, në veta të ndryshme, shumë shpesh në atë libër. Sikur të kishte qenë ky libër i njeriut, atëherë edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do duhej të përmend emrin e tij shumë herë. Mirë po ja, në këtë Kur'an ma shumë flitet për Musa alayhis salam, e për Ibrahimin alayhis salam, e për Nuhin alayhis salam, e për Jusufin alayhis salam, sesa për veten e tij. Pasi që ai në këtë Kur'an ka sjell atë që Allahu ja ka thonë. Allahu ja ka tregu. Edhe ai vetëm e ka marrë atë nga Zoti Dhul Xhelal dhe ja ka përcjell njerëzimit në përgjithësi. Dhe vetë fakti që në 69 ajete në 25 sure flitet për Ibrahimin alayhis salam, merret vesh rëndësia që ka ky pejgamber në historinë e pejgamberëve. Dhe rëndësia që ka leximi analitik i këtyre ajeteve në të cilat flitet për këtë njeri, për këtë pejgamber të Allahut, për Ibrahimin alayhis salam, për të cilin thamë se është quajtur Ebul Enbiya, baba i pejgamberëve. Ti shohim surat në të cilat flitet për Ibrahimin alayhis salam, që pastaj kalojmë në ajetet, sikur se kemi tradit në këtë serial të ligjëratave, në fillimin e çdo rrëfimi kuranor për ndonjë pejgamber, i lexojmë ajetet kuranore, bëjmë një lexim me koment dhe analizë të këtyre ajeteve kuranore, që pastaj kalojmë te pjesa historike, ndodhit, dhe pastaj do thot përfundime dhe mësime që mund të merren nga këto ajete kuranore, hadithe pejgamberike dhe ato ndodhi historike. Nëse në pejgambert e mëhershëm na kanë marrë një pejgamber me dhjetra dhe qindra mësime, mund ta paramendoni tani Ibrahim alayhis salam se na ka marrë. E për do xhamatli që vinë marrall në ders, e kisha një propozim. Kush ka ardhur sot desin e parë, le të jep premtim vetvetes që barëm Ibrahimin alayhis salam deri në fund ta ndëgjojë me ne. Ta shohim, mejdani është i hapur, burra ka plot, e besoj që do të del ndonjë burr që me fillu me ne dhe me mbaru me ne, nëse Allahu na ka dhënë imër. Sepse sot realisht u ballafaqu me një informat interesante, mësimi i djeshëm i sabahut, i regjistruar, i incizuar ishte dersi 1000 i mësimeve në Riyadus Salihin. Edhe parashrova një pyetje te një grup, thash kush ka qenë në këto 1000 dersa një kerë kena më able. Edhe nuk dija mund të më dal dikush që e ka 1000 dersa. Ë? Si? Unë e kom fola atë. Do më veç unë e kanë mëgonë. Ai ku kom me det. Po s'ka më hoxhë i mirë, masi s'ka mas një gjemat me veti 1000 derse. Ja zbëgimi s'lo konë. Ja, ka mungu, bëgim, e di une. Ja, plot, ka mungu. Gjes ka konë, i partjes ka konë. Ja, so konë. A i 100 derset e para që janë të qizume, zdo, a 1100 janë. Ama, dhe dhët, a shef qëfar komandanti, me shfar ushtarë, njës me luftë, mas e themi na pse ju për luftat, pse ju për luftat musliman, se qëto jemi na. Komandanti një se ka me veti deri në fund. As një. Para me ndani. Jo i s'ka, në ushtri s'ka tolerancë hiq. Në ushtri s'ka tolerancë hiq. Jetën shoqërore, tjera të pamën, në pjesën komanduse ushtarake hiq s'ka tolerancë, sepse çdo tolerancë sjell pasoja të kopshme. Këtë kemi na argumente tash. Po? Po, ndronë, po. Në më thonë, mundët me mungu ata të njerë. Që kjo na myti arsvetimin e, vazhdimisht.
Kemi arsyetim për çdo gjë. Nëse talom atë kapitull të shumë i rond, një midis se tash këtë kapitull në ri i kena, ndoshta nga 3-400, nuk janë më shumë. A? Çfarë doje? Çfarë doje? Veç le të lajmërohet. Veç le të lajmërohet, ja, që sa bëri, jas. Na për qatë folim shlirë, se dina se asë një s'ka. Inshallah Allah na dhe imër, edhe mëri me ndërsin e fundit të Ibrahimit a.s. Edhe tash është malet me majtë men se ka inqizime, ka fotografi, e mujna me ditë kush e kon ndërsin e parë dhe me bo krasime me ndërsin e fundit kush ka qenë. Për me kuptu se jeta me fe o vllazni është prej në fillim deri në fund. Gabimi më të madh që e bëjmë të gjithë na është se jetojmë jetën hove, i themi këtu në Shkup. Hyjime. Do thot fazë. Fazën e elanit dhe entuziazmit, të cilën e pason faza e plagështisë dhe dembelisë. E kjo është normal për pjesën rinore të këtë populli jonë. Ata që i kanë 15 vjet, 17 vjet, 20 vjet, 22-3 vjet, ama si të fillojsh me kalu 25-shin, ju afru 30-shit e përpjet, lypet të shtohet serioziteti edhe në kuptimin e fesë, edhe në jetesën me fe, edhe në shërbimin për fe. Se je i ri, je axhami, ka kuptim me pas oscilime, lëvizje, poshtë lartë. Ama si të fillojsh me i bodo vjetë, kërkohet stabilitet, kërkohet seriozitet, dhe kërkohet me rrit entuziazmin edhe dëshiren për të marrë përsipër përgjegjësi në shërbimin e kauzës. Ajo që e konstatoj nga përvoja jeme me davetin në njerëz, e kuptoj një gjë që shpesh herë më shqetëson shumë. Se sa janë do djem të ri i kap entuziazmi dhe energjia dhe vullneti për të bërë diçka, edhe tu i bo do vjet, e tu ju shtu atyre pjekuria, dhe tu ju përmisu rrethanat jetësore atyre, u humb entuziazmi dhe ambicia për ta shërby dhe për të friu për kauz. Realisht, ndodh që jemi një grumbull i njerëzve që s'kemi kauz hiç në jetë. Dhe s'kemi ideal për të cilin na jetojmë, edhe për të cilin jemi të gatshëm të flijojmë. E nëse një popull ose një xhamat arrin në një nivel që s'ka ideal dhe kauz për të cilin jeton dhe flijon, ai njeri i bëhet barë atij xhamati, atij populli dhe atij vendi. Ai njeri kalon në numër statistikor ku s'ka vlerë edhe s'ka rëndësi prania ose mos prania e tij. Është e njëjtë, e barabartë. O është ose është. Se veç si numërohet. E muslimoni nuk guzon asnjëherë të jetë një zero e pa vlerë. Por duhet me qenë vazhdimisht njeri me vlerë dhe njeri i cili i arrit vetës vlerën me dijen që e përthith dhe me punët që i realizon. Nëse smeret as me të parën, as me të dytën, ai njeri ja humb vlerën vetës së tij dhe me automatizëm do të dobëson krejt atë xhamat, atë komunitet edhe atë popull në përgjithësi. Edhe andaj të gjitha momentet historike në zhvillimin historik të popullit ton, kur kemi njerëz të cilët janë të gatshëm të sakrifikojnë dhe të flojnë për një ideal dhe kauz, ne duhet gëzohemi. Sepse ata njerëz të cilët mund të jenë pak në fillim, janë ai flakadani i cili i nxeh zemrat e njerëzve
dhe i shton tek ata ambicet dhe vullnetin dhe shtohet shpresa e ndryshimit dhe luftohet dhe sakrifikohet për të arritur ndryshimin. E inshallah brezi që vijnë pas nesh bëhen të atyre të cilët dhe kuptojnë rolin dhe pozitën që e kanë në ndryshimin e rrjedhave historike në vendin tonë, e do të kanë ideal dhe kauz të qartë për të cilën ata do të flijojnë dhe sakrifikojnë që të vendosen gjërat në binarin e duhur dhe të zhvillohen në vendet tona në mënyrë të mirë për të pas një mirëqenje dhe komoditet material në vendin tonë, por ajo që është më e rëndësishme të kemi hapësirë për një mirëqenje dhe shëndet imanor i cili i plotson të gjitha dhuntit dhe mirësitë e Zotit tek një popull, tek një kohë edhe një vend. Nëse t'i kthehemi Ibrahimit a.s. se këtu kemi me pa shumë gjëra që besoj kanë me qenë një shkollë e madhe për ne, se Ibrahim a.s. nuk u quajt kot e kot baba i pejgamberëve, po ishte sakrifica e madhe e tij që e dha ajo që e bëri këtë burr kaq madhështor në historinë e njerëzimit, që mori kaq hapësirë në faqet e Kuranit dhe që ka qenë pjesë e studimeve dhe ulumtimeve vazhdimisht tek dietarët musliman. Në surën Bakara flitet për Ibrahimin a.s. në 15 ajete. 15 ajete të surës Al-Bakara flasin për Ibrahimin a.s. Nuk janë në një vend, janë 3 vende. Shumica ajeteve janë në një vend, 123, 141, pastaj janë në 2 vende tjera nga një ajet, edhe bëhen 15 ajete. Në surën Ali Imran përmendet 7 herë, në surën An-Nisa përmendet 4 herë, në surën An'am përmendet 4 herë, në surën Taube 3 herë, në surën Hud 4 herë, në Yusuf 2 herë, Ibrahim vetëm 1 herë, megjithëse sura ka emrin sura Ibrahim, po ai përmendet aty vetëm 1 herë. Në Hijr përmendet 1 herë, në surën Nahl përmendet 2 herë, në surën Maryam 3 herë, në surën Anbiya 4, në surën Hajj 3, në surën Shuara 1, në surën Ankabut 2, në surën Ahzab 1, në Safat 3 herë, në Sad 1 herë, Shura 1 herë, Az-Zukhruf 1 herë, Dhariyat 1 herë, An-Najm 1 herë, Al-Hadid 1 herë, Al-Mumtahina 2 herë dhe surën Al-A'la, kjo sipas nditjes së surave në Kur'an 1 herë. Pra gjithsej 69 herë përmendet Ibrahim a.s. Dhe normalisht surat kuranore, sikur se e dini ju, ndahen në Mekase edhe në Medinase. Në surat e para Mekase përmendet Ibrahimi a.s. Në surën A'la për shembull, që ishte e fundit për surave që u përmend në renditjen kuranore, po është për surave Mekase dhe që janë zbritur Mekë, në surën Najm gjithashtu, që në Mekë përmendet Ibrahimi a.s. Dhe aty përmenden fletushkat e Ibrahimit a.s. dhe pjesa e shpalljes që është regjistruar në kohën e tij dhe kanë mbetë si fletushka, dhe që pastaj normalisht në sura tjera të fillohet edhe të detajzohen momente nga historia dhe biografia e tij. Pra, tani prej kësaj përmendjes së përgjithshme kalojmë tek përmendja e veçantë. Tham në surën Bakara përmendet në 3 vende. Në rastin e parë është ajeti 124 deri në ajetin 141, pastaj në ajetin 258 dhe pastaj në ajetin 260. Pra këtu janë krejtësisht 15 ajete ku folet për Ibrahimin a.s. në surën Al-Bakara. Bile këto 15 ajete, këto 13 ajetet e para, nga ajeti 124 dhe në ajetin 161, e zonë dhe më thonë hemen se dhe thot 2 faqe nga Kurani në të cilat flitet për Ibrahimin a.s. dhe kështu që ne sot do përmendim temat për të cilat flitet në këto ajete kuranore, që pastaj t'i lexojmë ajetet kuranore dhe të bëjmë një koment dhe analizë atyre ajeteve ku flitet për Ibrahimin a.s. Në këto ajete kuranore
janë disa tema që i prekin këto ajete kuranore. E para, se Allahu Dhu Gjelal Ibrahimin a.s. e bëri imam të njerëzimit, prijes. Në atë kohë, kur ka jetuar Ibrahimi a.s. para shumë mija viteve, ai me dijen që kishte dhe ballafaqimin e tij, sepse jetonte në një kohë kur kishte një peranduri të madhe. Cila peranduri ishte në atë kohën e Ibrahimit a.s. Ishte perandori Nemrut, po perandoria babilonase. Dhe në historinë e shkollave tona do thotë mësohet për perandorin ose Babilonin edhe Nemrudit, që ishte perandor në atë kohë. E tani shifni nëse kalojmë për të populli Themud, që ishte një vendbanim të rasti Ibrahimit, e thëmë kalojmë të flasim për një perandori, flasim për një territor shumë më të madh dhe një organizim politik shumë më të avancuar, dhe ballafaqimi bëhet më i komplikuar. Edhe andaj Ibrahim a.s. u emërtua imam, prijes, sepse kemi të bëjmë me një perandori ku e ka në krye një perandor, edhe këtu populli besimtar ka nevojë me pas një prijes, i cili i udhëheq ata në këtë ballafaqim. Kështu ka qenë gjithmonë. Prijesit e mirë të njerëzimit pejgamberët e Zotit, përballë prijesve të këqij të njerëzimit, mbretërit, perandorët e tyre jo besimtar. Dhe zakonisht ky ballafaqim ka qenë shumë i egër, për shkak se perandorët e luftonin fen monoteiste, fen e shpallur nga Zoti, për shkak se ajo perandorët i zhvishte nga çdo superfuqi që ata e pretendonin. Se njëra për mënyrave se si ata dominonin mbi njerëzit, ishte ky pretendim se ata janë njerëz të zgjedhur nga Zoti dhe nga zotrat, dhe se kanë përkrahjen e tyre, dhe ai që qohet karshi tyre do të merr hidhrimin dhe ndëshkimin e zotrave. Dhe nëpërmes kësaj logjike dhe kësaj filozofie, ata ushtronin pushtetin ndaj atij popullit dhe e nënshtronin atë popull. Edhe kjo është arsyeja që edhe sot pse luftohet Islami. Se Islami insiston me çliru fillimisht mendjen e njeriut. Edhe ai mos me pranue dominancë absolute nga askush prej njerëzve, përveç prej Allahut subhanahu wa taala. Na tani në mësimet e sabahut jemi duke folur për detyrat e popullit musliman kashi pushtetarit musliman, dhe aty tentojmë me dhonë sqarimet sipas haditheve pejgamberike se populli musliman e ka detyrë dhe obligim me ju bind kryetarit musliman atëherë kur ai urdhëron në të mirë. Paramendoni, do thotë edhe në këtë rast kur kryetari, mbreti, pushtetari është musliman, musliman se kanë detyrë dhe obligim me ju nënshtu të rësisht atyre në çdo situatë. Por ata e kanë detyrë dhe obligim me ju nënshtu atyre vetëm kur ata urdhërojnë në të mirë, kur ata urdhërojnë atë që i ka urdhëruar Allahu i Madhëshëm dhe i ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E në momentin kur ata urdhërojnë në mëkat, atëherë populli musliman nuk e ka detyrë t'i bindet dhe t'i nënshtohet atyre. E tani zakonisht perandorët, despot, tiran, ata që imponojnë pushtetin e tyre dhunshëm ndaj shoqërisë, ata shfrytëzojnë të gjitha mekanizmat e mundshme për t'ia imponuar pushtetin e vet njerëzve. Në këtë rast edhe keq përdorin fet në përgjithësi për ta, do thotë, realizuar këtë qëllim. Normalisht në momente të caktuara ka pas kryetar, mbretër musliman të cilët janë munduar me përdor edhe fenë islame për ta ushtruar pushtetin e tyre në kuptimin që duhet të bindemi dhe të nështrojemi pushtetarëve në të gjitha situatat dhe rrethonat, por fatmirësisht
në çdo shekull ka pas dietar musliman të guximshëm, të rima, të sinqert në kauzën e tyre dhe kanë demantuar këtë tentativë për të keq përdor argumentin fetar që t'ua imponojnë njerëzve bindjen absolute ndaj pushtetarëve. Dhe se argumenti fetar kërkon bindje të kushtëzuar. E para, kushti I parë është që pushtetari musliman me urdhëru me Kur'an dhe Sunet, dhe dyta është që kërkesa e pushtetarit me qenë në suazat të mundshmes, që mund të bën njeriu në rrethanat e caktuara. Dhe për këto arsye çdo herë që ka pas pushtetar që kanë keq përdor pozitën e tyre tek muslimanët dhe janë mundu me legjitimu pozicionin e vet nëpërmes fesë, kanë dalë dietar musliman dhe mballafaqu me ta dhe I kanë demantu. Megjithse kjo ngritje e tyre ka shik këtij zullumit dhe despotizmit të këtij krijetari musliman I ka kushtu dikujt me jetë, ata e kanë pas më dashur Allahun dhe fenë e tij, të vërtetën edhe xhenetin se sa jetën këtë botë I poshtrum dhe I nënshmum. E këto emocione dhe këto ndjenja janë ato që I mungojnë umetit islam sot. Për shkak të jetesës në konform zonën e rahatis, edhe ku shumica prej nesh nuk kanë dëshirë me prish rahatin e vet, tu tentu ose tu luftu me sjell të vërtetën vend. Andaj në fillimin e historisë islame ka pas një pushtetar të cilin emrin ja keni ndëgjuar të gjithë, s'ka qenë mbreti kryesor I muslimanëve, halifi I muslimanëve, po ka qenë guvernator I një zone për zonave të muslimanëve që quhet Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafiu. Dhe ai është munduar në Irak të ushtron pushtetin e tij dhunshëm. Dhe secili që I del karshi ta nënshton atë, nëse ai s'merr vesh me fjalët e tija, ta nënshton atë me tehun e shpatës së tij. Dhe ka menduar se kjo metodë është shumë e përshtatshme për banorët e Irakut. E tash rastësisht më kujtu rasti I Haxhaxhit, po ka një lloj rastësie se dhe Ibrahim alayhis salam ka jetuar në Irak në këtë kohë, në fillimin e jetës së tij, edhe domethënë Haxhaxhi ibn Yusuf al-Thaqafi ka qenë guvernator në Irak. Dhe ai ka menduar se nëse tregohet I pamëshirshëm ndaj popullit, do ja imponon atyre pushtetin e vet dhe ata do ecin sipas udhëzimeve dhe kufizimeve që I ka dhënë Haxhaxhi. Mi përkon ka qenë Haxhaxhi pushtetar në Irak, ka pas shumë dietar. Ka qenë Sejdi ibn Gjubejri, Sejdi ibn Musejibi, ka qenë Hasan Basriu, ka qenë emra të mëdhenj të dietarëve që këtë na I kemi ndëgjuar. Edhe nëse ka pas njerëz që janë tut prej tij, ka pas dietar që veç Allahut ju kanë tut edhe as kujt tjetër veç tij. Që Haxhaxhi për ta s'ka qenë problem. Edhe andaj momentin që këta qohen kundër Haxhaxhit, edhe tregojnë pak knatësinë e tyre me këtë mënyrë të qeverisjes, ai sjell vendim që ku të zihen këta të burgosen, të maltretohen dhe të vriten. Edhe kështu ndodh me Sejid ibn Gjubejrin, rahimahullahu ta'ala, të cilin kur e kapin, fillojnë ta torturojnë dhe maltretojnë sa që do thot e rjepin gjallë. E Sejid ibn Gjubejri, rahimahullahu ta'ala, thoshte: kullu dhalike kane fil kitabi mestura, këtë kjo që është ndodh mu, është e shkruar në librin e ndodhive të kaderit Zotit. Ishte kënaqur me caktimin e tij, megjithëse ishte maltretimi I jashtëzakonshëm ndaj tij. Ishte padurueshme si situatë. Por ai lexonte Kur'an, momentin kur ai torturohej në këtë formë,
shumë të vështirë nga ky pushtetar zullumçar. Dhe e mallkoi Haxhaxhin dhe e kapi nama e Seidit Haxhaxhin, saqë në ditë e fundit të tia nuk e zinte gjumi nga shqetësime që i vinin nëndër, edhe vazhdimisht e përmendke emrin e Seidit, edhe vështirësive që i vinë ati në kokë nga zullumi që kishte bërë Seidit duke torturu dhe mbyt në atë formë. Edhe vdiq duke përmend emrin e Seidit, sepse haku i Allahut tek dietarët të cilët ai i mbyti dhe i vrau ishte i madh, dhe Allahu Dhu Xhelal i solli fund poshtrues Haxhaxhit për shkak të zullumit që bënte ndaj popullit përgjithësi dhe dietarëve në veçantë. Kjo është vetëm një shembull për shembujve të shumtë në historinë islame ku dietarët nuk kanë leju në asnjë formë të keq përdoret feja nga pushteti. Edhe sot e kësaj dite njëjtë situata. Të gjitha pushtetet në botën arabe tentojnë maksimalisht me keq përdor pushtetin, me keq përdor fen për ta ushtruar pushtetin e vet në mënyrë domethënë të qetë e të rehatshme pa ndonjë pengesë dhe vështirësi. E përmenda këtë krahasim me fenë islame me tregu se perandorët e Babilonis Nemrudi edhe ai keq përdonte fet idhujtar në atë kohë për ta ushtruar, do thot, pushtetin e tij, mirë po, ai me një anë e përballë ishte Ibrahimi alayhis salam, i cili ishte imam i besimtarëve monoteist në anën tjetër, por imami ishte i atill i cili nuk e tradhtonte amanetin. Edhe s'mundet më u bë imam secili njeriu, vllazni. Edhe fjala imam që përdoret sot shpesh për imamin e xhamisë dhe për një hoxh, ata në Shqipëri imam i thënë çdo hoxhe, te na këtu në Maqedoni imam zakonisht i thuhet atij që prit namaz, po edhe kuptimi i parë edhe kuptimi i dytë janë të mangët, se kuptimi imam e ka kuptimin e liderit, e udhëheqësit, e udhërrëfyesit. Pra është diçka më e madhe se sa me të prinë veç namaz. Po ai që të prinë namaz duhet me të prinë të gjithë jetën tënde. Se realisht nuk ka prijes më të mirë për një besimtar në jetën e dunjas edhe të ahiretit se sa ai i cili çon për të Allahut. Mirë po, edhe na si xhamat, po edhe na si hoxhallar, si imamllar, fatkeqësisht e kemi kufizuar kuptimin e fjalës imam vesh në prirjen në namaz. Edhe na nuk kemi ambicje që me qenë prijes të popullit ton edhe jashtë të namazit, po as populli s'ka dëshirë imami i xhamis mi pri ati në punët e tij edhe jashtë të namazit. Edhe andaj na jemi me shumë imama. Një imam e kemi për te Zoti. Një imam e kemi në ekonomi. Një imam e kemi në politik. Një imam e kemi në arsim. Një imam e kemi në problemet e familjes e kështu me radhë. Pra jemi njerëz me shumë imama. E kur të kishti shumë imama, e curia jote pengohet. E para ka defokusim, shpërqendrim të vëmendjes, e dyta ka shkapërderdhje të mundit dhe angazhimit. Edhe njëra prej arsyeve pse na si musliman sot jemi kaq të shkapërderdhur në angazhimet tona dhe nuk ka sinhronizim mes veprimeve tona brenda nesh si individ, e mos flasim pastaj si familje dhe si komunitet, është mund nga kjo arsye. Pse imami i xhamis tep rekomandime të caktuara. Imami i ekonomisë tep rekomandime të kundërta me atit imami i xhamis. Ai i politikës gjithashtu të kundërta ndaj atij të xhamis, edhe kështu ti ngelesh i pa sinkronizuar dhe i pa koordinuar në komandat që i merr për shumë imamëve që i ki. Edhe njerë po e potencoj
faji është i përbashkët, edhe të imamat e xhamive tona që mjaftohen me imamllëkun në xhami, sepse edhe s'kan kapacitete shumë kushi për tyre me qenë imama më të mëdhej, fatkeqësisht, po edhe parapëlqimi i xhamatit që ai imam i xhamis më mjaftu me imamllëkun në xhami dhe mos më u përzi atij në çështje tjera jashtë xhamis. Për të rumbullaksu këtë konstatim, po du me thonë se e dini sa është e vështirë edhe e mjerueshme kur një musliman i cili beson në Allahun e Madhëshëm dhe në Kur'anin si libër Zotit, vjen edhe lidhet mas imamit për me shku në ahiret, nëpërmes atij namazit që e fal me shku të Allahu në xhenet, po i njëjti në politik e ka imam atë i cili mas paku, s'ku du me thonë fjallë më të rënda, mas paku nuk ka ku një farë respekti për qatë Zotin tanë që ti e fale, ju fale ati namazin e kalu. Mas paku s'ka respekt heq për Zotin tanë. E mos flasim për ata njerëz që janë edhe jo besimtar, e për ata njerëz që janë edhe kundërshtar të besimit tanë, ti shkon me një fushat elektorale edhe e ki imam X-in dhe Y-in prej figurave politike të na shqiptarët, edhe a i të flet e të rejnë e të mashtron me premtimet e veta elektorale, vjen vakti namazit ti kthesh ka kibla Allahu Akbar, mundosh mu fal me ndjek imamin që qënë të Zoti, a i të largon prej Zotit, e ti shkon xhami mu afru të Zoti, e herë kështu e herë ashtu, e jetë as kond, as Zotit i afrohesh, e as prej ti tërësisht largohesh, mbetesh domodin më një situatë të pakëndshme, e kjo është gjendja një pjesë të madhe të besimtarëve tonë sot. Edhe fatkeqësisht nuk dojnë me kuptu këtë anakroni cilën jetojnë ata, dhe këtë gjendje paradoksale të cilën e zhvillojnë jetën ata. Si të qoftë, na të gjithë e kemi detyrë dhe obligim xhamat dhe hoxhallar me punu që imam e ton, çfarë do niveli qofshin ata, me qenë të gjithë të atill që na qenë të Zoti. Edhe ai i xhamis, edhe ai i ekonomis, edhe ai i politikës, edhe ai i arsimit, edhe ai i familjes, krejt këta du të me qenë të atill që të gjithë këta na qenë ka Allahu subhanahu wa taala. Atëherë jeta jonë do jetë shumë e lehtë, shumë e mirë, edhe normalisht do na ndihmon neve të gjithëve që me ju afru edhe ma tepër Allahu dhu xhelal dhe me përgatit veten për me jetu një jetë të lumtur, të begatshme pas vdekjes tonë në kopshtet e xhenetit inshallah taala. Andaj pse Allah e caktoi imam është kjo, se ai duhet t'i grumbullon besimtarët monoteist e t'i shndron në një forcë e cila do të sfidon pushtetin despotik të këtij perandori i dhujtar. Sepse ballafaqimi ka me ndodh patjetër. Edhe si do e shohim na pastaj në zhvillimet historike të jetës së Ibrahimit alayhis salam, se si ishte ballafaqimi që në fillim. Edhe asnjë s'ka qenë ballafaqimi në fillim. Ballafaqimi ashpërsohet atëherë kur numri i monoteistëve shtohet. Edhe atëherë kur numri i atyre që janë gatshëm me fliu për kauz rritet. Atëherë ballafaqimi nxehet, përplasja ashpërsohet dhe normalisht ato janë para përgatitjes e triumfit të vërtetës dhe mposhtjes së të kotës. Kjo është meselja e parë që flitet në këto ajete. Meselja e dytë, se Ibrahimi alayhis salam ishte ai që ndërtoi Qabën dhe aty domethënë mekami i tij, guri të cilin e përdori për ta ndërtuar Qabën e madhe, në momentin që përfundoi me ndërtimin e Qabës, u bë vend ku duhej të faleshin. Ai.
dhe Ismaili a.s. dhe pastaj besimtarët pas tij, që tregon se namazi është për adhurimeve që kanë shoqëruar të gjithë pejgamberët. Dhe që forma përfundimtare, cilën falemi na, ka ardhur me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe Mirajin dhe udhëtimin e tij të veçantë që kishte Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Por namazi është adhurimi më i madh nëpërmes të cilit ne e testojmë imanin ton. Edhe aq sa jemi besnik ndaj namazit, aq jemi besnik ndaj Islamit. Edhe kundërt është e kundërt. Momenti që na e tradhtojmë obligimin e namazit, krejt obligimet tjera i kemi lehtë me i tradhtu. Andaj një poet musliman më herët e kishte thunë një poezi, edhe mes tjerave ai kishte thonë: "Men khana hayy ala salati, khana hayy ala al-kifahi." Kush e tradhton thirrjen e ja namaz, ai ka me tradhtu edhe thirrjen e ja në xihad. Edhe kjo është e vërtet absolutikisht. Për këtë shkak Allahu Dhu Xhelal prej adhurimeve më të rëndësishme mas tauhidit e ka bërë namazin. Edhe namazi është i vetmi obligim i cili nuk bie nga njeriu në asnjë situatë. Për të gjitha situatat dhe rrethanat përderisa është i mençur koment, namazi mbetet obligimi i tij. Edhe kur je i sëmur, duhet falësh. Normalisht ka rrethana lehtësuese, ama namazi nuk bie. Edhe në luftë nëse je duhet falësh. Po, ka rrethana lehtësuese, po duhet falësh. Edhe në udhtim kur je duhet falësh. Po, ka rrethana lehtësuese, po duhet falësh. Pra të gjitha situatat e jetës tënde duhet falësh. Në asnjë rast nuk privohesh ose nuk amnestohesh nga falja. Gjëherë ki obligim më fal. Përveç që kur të shmendesh, atër bie lapsi prej teje, mos ki asnjë obligim. Edhe normalisht edhe obligimi namazit bie. Ama rrethana tjera e ki obligim me fal namazin. Pse? Sepse namazi është ushqimi më i rëndësishëm i imanit tanë. Edhe nëpërmes namazit besimtari e ushqen dhe e rrit imanin e tij, i cili iman e bën këtë besimtar të fuqishëm përballë stuhive, përballë sfidave me të cilat ai ballafaqohet në jetën e tij. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në të gjitha momentet kritike të jetës së tij nxitonte me fal namaz. Andaj thonin sahabët: "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idha hazabahu shay fazia ila as-salah." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur kishte vështirësi, ngushtica, nxitonte me fal namazin. Se namazi është ushqim i imanit të tij dhe normalisht është ai adhurim i cili jep krenari atij dhe jep trimëri gjithsesi. Dhe andaj besimtarët edhe luftat më të vështira të cilat kanë kalu, namazin se kanë lënë. Për namazin kanë dhënë gati. Andaj edhe kjo është tema për të cilën flasin këto ajetet e surës Bakara për ndërtimin e Ka'bës dhe vendin e faljes aty afër Ka'bës te Maqami Ibrahim, që nga ajo kohë e deri më sot në atë vend falen muslimanët, falen besimtarët. Tash ishte haxhi, sot kanë ardhur haxhit e Shkupit në Shkup, dhe ata në momentin që kanë bërë tavafin e haxhit, tavafin e umrës parë, tavafin e haxhit, edhe pastaj tavafin lamtumirës, i kanë falë 2 rekatet e Maqami Ibrahim. Edhe këtu është interesant ky moment i këtij namazit, se ky namaz në këtë vend lidhet ngushtë me monoteizmin islam, saqë në rekatin e parë këndon Kul ya ayyuhal kafirun dhe në rekatin e dytë këndon Kul huwallahu ahad,
që të dy suret janë suret e tauhidit. Andaj, ajo që thash pak më herët se pas tauhidit adhurimi më i rëndësishëm namazi, në këtë namaz bëhen bashkë tauhidi më një anë, duke këndu surën Kafirun dhe Ikhlas dhe namazit të cilën e falat të dy rekate pas këtyre tavafeve që ti i bën gjatë haxhit tanë. Dhe kështu prej asaj kohe deri më sot e deri në kiamet ka me vazhdu ky obligim me u kry në atë vend në këtë formë që vazhdimisht na me e kujtu vetvetes edhe rëndësinë e tauhidit, edhe rëndësinë e namazit dhe për të kuptuar se me tauhid na e përcaktojmë qëllimin. Me namaz na e ndihmojmë udhëtimin ton drejt këtij qëllimi. E kuptoni tani si është puna? Me tauhid na e përcaktojmë qëllimin, ku shkojmë? Shkojmë te Allahu Dhul Xhelal. Nisemi udhtojmë për me mritë Allahu Dhul Xhelal. E kush na ndihmon në këtë udhtim, i cili ka shumë peripeci dhe vështirësi dhe pengesa, na ndihmon namazi. Andaj Allahu Dhul Xhelal tha në Kur'an: "Wasta'inu bis-sabri was-salah", kërkoni ndihmë në sabër dhe në namaz. Se nuk ka ndihmës më të mirë në udhtimin e besimtarit në jetën e tij se sa namazi. Dhe andaj të gjithë na duhet me njët gati namazit, e sidomos në Kur'an Allahu Dhul Xhelal e përmend namazin e iqinis, se në botën arabe, në kohën, në Mekën, në Medinën atë kohë, iqinia ka qenë koha shumë e nxehtë, edhe njerëzit të nejtë për hije e të pushu, ka mujt dikujt me ik iqindia me mri akshami pa e fal iqindin, dhe thotë Allahu Dhul Xhelal: "Hafidhu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Kujdesuni për namazet, e sidomos namazin e mesëm, dhe qohuni e qëndroni në kam për Allahun duke adhuruar atë. E namazi i mesëm, këtë ulemathin namazi i qenis, e sot për umetin islam namazi më i vështirë se i qenis është namazi i sabahut. Edhe andaj, si që ka thonë Allah i madhëshëm më kujdes për namazin i qenis, ashtu edhe ma tepër na gjithë duhet kujdesi për namazin e sabahut, e të fillojmë të afitojmë betejën tonë me nefsin tonë dhe shejtanin tonë në këtë namaz, e pastaj me lejen dhe ndihmën Allahu Dhul Xhelal dhe i fitojmë edhe namaz edhe beteja tjera kundër nefsit dhe shejtanit tonë. Pastaj fol Allahu Dhul Xhelal për duan e Ibrahimit a.s. dhe Ismailit mas dëtimit të Qabës. E kjo është një mësim shumë i madh, se na nuk duhet të mjaftohemi vetëm me realizimin e planit, me zbatimin e direktivave, me kryen e obligimeve, po masi të kryjmë planifikumet, direktivat dhe obligimet tona, na përsëri duhet i drejtohemi me Allahut, të kërkojmë prej tij të ne i pranon këto vepra. Andaj Ibrahim a.s. bashkë me Ismailin e ndërtuan Qabën, dhe masi e ndërtuan ata thanë: "Rabbena, o Zoti jon, taqabbal minna", pranoje prej nesh. Edhe andaj edhe na, si besimtar, megjithëse punët tona janë shumë më të vogla, po çdo punë të madhe e të mirë që ti e bën, lut Allahun me ta pranu, sepse gjithë kemi na mangësinë perceptim edhe mangësinë në zbatim, e për shkak këtyre mangësive tona që ne i kemi, ka mundësi ndonjë vepër të bëhet e dopt me mangësi edhe dobësi, e ndoshta nuk është meritore për të kalu pragun e pranimit, e na duke lutur Allahun me na e pranu, Allahu inshallah na e pranon. Normalisht këto janë vetëm temat për të cilat na do i përmendim pas edhe ajetit kuranore dhe komentin edhe analizën këtyre ajeteve kuranore. Tani jemi të folë vetëm për temat, edhe në këto pjesë të këtij fjalimit kaloj koha që keshim në disponim. Për pika tjera inshallah taala vazhdojmë në dersin e ardhshëm, duke lutur Allahun e Madhëshëm në vlerë të bishme dhe vepra të mira, në efsinë në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami, Allahu i Madhëshëm na bashkoft me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberët e tjerë në xhenetul Firdaus. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.